Po punimet me grep si i keti? I ke qef, si ke qef? I kam preferuar, po nuk di t'i realizoj. Okej. Shko në tushë misht. Të mësojnë atje. Po, nëse ke kohë ti që lexon libra, po gjete kokën për të bërë kuklla me grep. Se bëjnë kuklla me grep ata? Po. Edhe jo kështu kuklla të zakonshme. Zonja, për shumë të 50 dhe sipër, hap televizor, YouTube, shikon aty cilat janë kuklla që janë më shumë të ndjekura e më the të thash, i bën një foto, ta bën me grep siç është personazhi më i famshëm për fëmijë. Edhe i rreshton aty në tushemisht, janë kështu rresht. Ka një Moana ajo aty se vdes vajza ime. Vërtet, do ta ketë patjetër. Për Moana. Vese do bësh rrugën deri në tushemisht. Deri në tushemisht. Se nuk i mora numër telefoni asaj që ti thoja, jo posta, jo hajde. Po ju deri në tushemisht për vajzën. Tushemisht pa bukur, është shumë e bukur. Po shiko se ke dhe arsye të tjera se janë pamjet bukura që kemi sjell nga tushemishti. Ja vlen për të shkuar. Le të ndikim të Kartolin, por na ndodhi edhe një incident i vogël. Çfarë ndodhi? Mama vjen keq. Jo s'po e them, më mirë ndiqja. Hajde ta shohim. Dëgjoni incidentin, dëgjoni. Kukullat pëlqejnë shumë në tushemisht. Do më thënë nga vizitorët, Po. Sa ko ke që po i bën ti këto? Po unë kam ja 12 vjetë. Se para këtyre ti bëj ato tantellot, centrot. Po, dhe një kështu peler. Ato që bënim diku në pajë, Patjetër. Pastaj ndroi turizmi na tregoi se Dërrova se kishte shumë nga ato dhe nuk po shisja fare. Dhe thash pa ta provoj një me kukullën, janë personazhe. Këto personazhe, pra ti shikon ato personazhet e filmave që pëlqejnë kalamajt, i bën me grep aty, i bëj me grep unë dhe i shes. Po ja atë kuptoj çfarë personazhi ke në dorë. Po këtë po e bëj një kështu si trup se kur vete në shtëpi këto që kam shitur i bëj, se duan çik Tereza. Çfarë shitet më shumë, cila kukull? Po shitet Sulkuqja, shitet Arieli, shitet Refanzëve, gjitha kukullat. S'kem su gjitha më. Unë kam vite më unë. Kush blen kuklla njerë, burrat apo gratë, apo fëmijët? Gjoklet e kuklla blejnë më shumë blejnë dhe për këshu, për dhurata. Për dhurata, i njohin ato personazhe dhe i blejnë. Dhe fëmijët i blejnë. Marrën dhe mosha 20 vjetë më. Sa për një kukull themi shumë kureshtar? 5.000 leka kam lënë se ka shumë, pa do ta vësh çik më shumë. Më shumë se ti vonon për ta bërë ato të më shumë, po ka shumë ndërsa vin këtu te mua. Ato janë mbushur edhe poshtë. Pastaj thën po. Ke ndruar vend, rri këtu te teta Olga se këtu grumbullon. Unë s'kam lojtur te këtu shpallë. Që kur po e keti? Gradec, Shkon e vjen çdo ditë. Nuk është larg. Me fugon. Vjen këtu, e ke zënë të Ke vënë atë plastmasin për erën sot? Po të keq një. Pasi edhe erën aty prapa. Po mos e që e ke bë kasollet vogël tu ti. Po hiqe më atë plasmas. Sa të del dita, se jemi shumë kureshtar. Sa të del dita? Gjokte, po. Gjokte, tash unë 2 ditë në javë vi unë. 2 ditë në javë, po. Vetëm fundjavave se nuk i bëj dot. Vish për ditë këtu. Nuk e ka, po dhe në vear kur ka unë vetëm 2 ditë. Se nuk i përballoj dot. Veti bësh çik të bukur dhe se tash i njohin një në Gradec shiten gjë apo jo? Se di, unë nuk vetem në Gradec. Nuk shesën, unë vetëm këtu. Mirë, vitin e ri, bëre lekët për vitin e ri. Po Sa të shkon llogaria për vitin e ri e ke bërë? Atë keqen jo, po ne sa më shkon, po prit se është i shpejt më duket. Shpejt? Do rriten çmimet, nuk rriten çmimet. Rriten. Baklavane bën akoma veti. Do ta bëj vet, po se kam bër vet, se s'kam patur kohë. Se tash i për vit të ri, këto i. Që do blem më duket petat, iku traditat e byrekut e na dolën
receta. Tash i ka receta që e bën profesionistë. Igua e traditashëm. Iko ajo me peta peta. Dikur me sa peta e bëje një baklavati? 60, po e pikje në saçën. Në saçë. Në saç peta peta, po si bash. Mirë tani. Kur ke ngrënë për herë të fundit të lloj baklavaje? Oh, kam vite kur s'kam ngrënë ashtu. Gjel deti do bësh? Nuk e kam shumë qef atë gjelin e detit. Se ke qef. Se kam qef. Urdhëro. E këmbyen me çaj këmbyen. Ai. Po kur pa da ishe brenda? Ishe brenda. Me dal jashtë me zoj, kur fillosh me shkrit. Kuklla me zoru edhe unazat e tua. Çfarë se? E pra, kam drejtën. Ke shumë drejt për zote. Ç'është kjo puna ajo atje? E morë ato vajzat e Dalë tash lanë një. Po ti kush ta del se ta marrë. Ah, ja. Të shkelës. I morën unazën edhe i lanë të vjetrën. Të sheprishin punin. Sa ke? Po pse më mile ka i larg? Të dua vajza ime. Këto mos mi lesa i larg mua. Ah, që dhe u mërzite? Hajtë me tani. Po ta si e bëri ajo, erdhi ndroi unazën, la të vjetrën, mori të re, shumë keq. Sa keq është. Sa turp? Sa tur. Asaj do i shkojnë festat mbrap. Sa bëshin ato unazat? Sa bëni? 2000 me 2000. Se nuk janë floriri, ta kujtoj se është floriri, pale. Ja, për 2000 lekë. Do e them dhimbje në forcë. Një urim për të gjithë shqiptarët që po ndjekin tani. Një urim. Uroj gjithë shqiptarët të kenë sa më shumë gëzim dhe paqe dhe të duan njëri tjetrin më se është bërë shumë keq. Kënë që më i madhe janë ndroi unazën. Po sa e mirë çenge. Po si kemi njërë që ta dinë edhe. Sadete i salari. I salari, sadete. Ta gëzosh. Edhe të uroj një vit sa më të mbar për ty. Shumë faleminderit. Edhe kur të vijë herën tjetër, jo kështu, në kasolle me plasmas, po një dyqan të bukur artistik, që ti të shesësh kuklat më të bukura në Tushemisht. Je dakord? Faleminderit, po. Po këtu ja kemi këtë Olgën, s'ke ku vete. Jam e kënaqur edhe kështu me plasmas. Kaloj.